Brunilda Mersini, kandidatja e Partisë Socialiste, ka fituar zgjedhjet e pjesshme lokale për Bashkinë e Vlorës të mbajtura në 9 nëntor, duke u bërë gruaja e parë në historinë e qytetit bregdetar që merr drejtimin e bashkisë. Sipas rezultateve të raportuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Mersini ka siguruar një avantazh të qartë me 15.672 vota ose 78.44%, ndjekur nga Dionis Sota, kandidat i pavarur i mbështetur nga Partia Demokratike, i cili mori 2.333 vota, ose 11.68% të votave. Në vend të tretë është renditur kandidati i pavarur Gjergj Nika me 1.975 të votave, ose 9.88% të tyre. Votimet në Vlorë janë karakterizuar nga pjesëmarrja më e ulët në rang vendi. Megjithatë, Mersini ka arritur të sigurojë një rezultat që i garanton fitoren në garën e parë lokale, ku Partia Socialiste i ka besuar një gruaje drejtimin e këtij qyteti. Brunilda Mersini vjen nga fusha e mjekësisë, ku ka ndërtuar një karrierë të gjatë si mjeke obstetër ginekologe dhe drejtuese e Spitalit Rajonal të Vlorës. Ajo ka qenë gjithashtu pedagoge si dhe deputete e qarkut të Vlorës për Partinë Socialiste. Mersini fitoi mandatin e deputetes në zgjedhjet e 11 majit, por dha dorëheqjen për t'u përshëndruar në garën për Bashkinë e Vlorës. Zgjedhjet në Bashkinë e Vlorës u mbajtën pas dorëheqjes së ish kryebashkiakut Ermal Tredha.